E keni parasysh kur thon ka rënë bomba? Që më gatuani e kuptoni se qa stresi është rëmuja pas gatimit. Si fillim mbusha lavastoviljen me aq sa zinte, do me thënë se kishe zakonisht shumë men. Ndërkohë, dorezat që zgjodha janë këto hard duty sepse ishte ajo lloj situate që duheshin këto doreza që janë më rezistente. Gjithsesi, futa sa zinte lavastovilja dhe pastaj pjesën tjetër i lava sigurisht me dorë. Këtu kam këtë telin ose sfungjerin i cili është i përshtatshëm për këto enët që kanë veshje që nuk gërvishten. Është shumë mirë sepse nuk ja heq këtë lloj veshje dhe i pastron shumë mirë. Ja shikoni për shembull këto dy tenxhere dhe tigan. E kam bërë një gabimin që i kam larë me tel normal dhe i gërvisht, kështu që keni kujdes. Ndërkohë ky sfungjeri po ashtu është shumë i mirë, është shumë praktik duke qenë se nuk jo gërvisht thojnë dhe i lan shumë mirë të gjitha enët dhe çdo lloj papastërtie. Po ashtu kisha për të larë edhe pianurën. Papastërtitë më të mëdha ja hoqa me telin që kam mbajtse nga Fino dhe pastaj përdora këto pecetat për ta pastruar sa më mirë. Ndërkohë këtu kam pecetën mikrofiber e cila ka një veçori. Pastron vetëm me ujë, asnjë lloj solucioni dhe shikoni se sa e pastër që del kontra bufeja. Nuk më besohet që ja dola. Faleminderit Fino dhe bashkë shihemi në video të tjera në vazhdim.